është që kejtë të shkum, ta manë vallë që ka të Allah të vërtër në Kur'an. U e me zebedu, fe jedhe hebu gjufan. Shkuma, shkan. U e me ma jenë fe unë nësë, fe jem kuthu fil ardë. Aja që i bëndëmi njerëve, që jem betet. E vërtet e mbetet, shkuma të shkujnë. Sa shkuma ka shku? Shumë shkuma ka shku. Sa shkuma janë, do më thonë, ngrit në bitë vërtetën, sa mjegull e ngrit, kanë shku da janarë tjera, prapë mbeten shkuma, vallaj shkuma, kur që ma tepër. E po dikush fatkeqësisht në pamundësi, apo me i largu shkumat, fillan me i kuptu si të vërteta. Aja shkuma është, së realitete është pak ma poshtë, që e kam mbulu shkuma për shkak të situatave që na i kemi sjellë. Nërsa e vërtetë është gjithmonë e qartë. Prandaj, shejtani tenton me cytet e tij me ngjall dilema. Dilema. Që ka pranë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ato në graduale. Thot pejgamberi sa vjen shejtani te njëri thot, kush e ka kriju qitë tokën? Allah. Kush e ka kriju kët? Allah. E thot men khalaq Allah. Kush e ka kriju Allah? Oh, subhanallah. Çau bo. Ju ersu. Dilema. Bezvesa. Që kur gjësë është keqë, as dilemë së është, absolutisht. Për shkak se të nërëllëzër, dilema që shejtani e sjellë nga karakteristikat kryesore të dilemës është në shpërputhje me logjikën. S'ka mësimi ku logjikshme. Shejtani me pas men, si shkon shejtan, apo pa i s'ka men, më kupton?